Të gjithë e dimë atë ndjesinë e ditëlindjes, torta, qirin, kur i frymë dhe mendojmë dëshirat e tjera, por shumë pak e dimë në fakt që atë ditë ti nuk po hyn në moshën që ti vërtet mendon se po hyn. Është shumë interesante në fakt se sa herë që jam e ftuar në një ditëlindje dhe është ai momenti kur të gjithë pyesin por sa vjeç u bëre sot, dhe unë gjithë kohës që mendoj në mendjen time sa vjeç të jetë vallë ky person, pavarësisht se mund të dëgjoj që thuhet që sot ky person është bërë 50 ose 40, vazhdon në mendjen time të jetë pyetja sa vjeç mund të jetë ky person vallë. Dhe arsyeja pse unë bëj këtë pyetje dhe është shumë interesante, sidomos për mua si një kërkuese shkencore që për vite me radhë në studimet e mia, qoftë në studimet e kolegëve të mi, kemi vënë re që mosha jon aktuale, kronologjike, që është sipas vitit e lindjes, nuk është në fakt mosha jonë e vërtet, sepse mosha jonë e vërtet dhe që vërtet ka rëndësi është mosha jonë biologjike. Ndodh normalisht për disa njerëz kjo moshë kronologjike, pra viti kur kanë lindur, normalisht të korrespondojë dhe paraprësisht me një moshë biologjike. Por ka dhe raste ku një individ që sapo ka bërë 50 vjeç, në fakt në moshën e tij biologjike është 70-80 vjeç, dhe ndodh edhe kundërta që ky person që sot ka bërë 50 vjeç, në fakt është 30 vjeç biologjikisht. Këto pastaj lidhen me ndryshimeve epigjenetike, të cilat ndikojnë te shpreha e materialit tonë gjenetik dhe na ndikojnë për aspekte të ndryshme të shëndetit. Është shumë e rëndësishme që ne të jemi të rinj, sa më të rinj biologjikisht. Një motiv kjo edhe për të kujdesur më shumë për shëndetin, për të mos fokusuar shumë te shifrat e mosha që rritet çdo vit, por për të mbajtur në maksimum sa më të ulët numrin e moshës sonë biologjike.